Kam një orë që të kërkoj. Dhe pastaj ti më kërkon mua, ti them tjerëve po kjo rrimë mua se ja kam kërku unë. Po që ullët me për vetën time. Se nuk ta kam thënë në këtë kontekst, si po e përdor ti. Dhe turp që e përdor në këtë kontekst. Dhe prapë se prapë mos po mërzitem, po ta fal, po të vitë të flas. 1 herë, 2 herë, 3 herë, stop pastaj. Jo ta ngërlikun. Se do këtë situatën. E deshe, e more, nuk do legjikundi. Ti do dile keq. Se është fakt. Mund e lartë dhe mua më lëri. Që ka qef ta këtë që si moto jetë. Që nësi shkoj njëri mua... Unë me këtë diskutimin, bëra praktikisht atë që kam bërë me gjeste në këtë shtëpi. Që nuk e doja situatën që mos dilte keq. Dhe kam shku dhe e kam përqafu me ilën me kuptu që qa do që ndodhi aty, varja. Se ne kemi kalu kotë sinqert bashkë. Edhe unë e kam vlerësu dhe du fort. Ajo e donte. Me zorë, s'më foli 2 herë, rresht, më ignoroj. Që mos pajtohej. Që mos pajtohej. Rregullo mikrofonin. E po jo, pra se nuk bëhet kështu. Kemi aftushëm një luj me rozin që po të përdor, po të shtrydh. Se pas ke kuptu akoma, unë kam mendu në gjithë kohë si kam thënë, o, Danja, e kuptoj qëllimin vetëm ka i gjudi, po e e kuptoj, natë në mirë, je intuitive, je inteligente, unë s'du të të vinë asë një moment, të fry duke të thënë, mos rriti me atë, se ajo bën këtë, unë e di që ajo i flet keq për mua, kur rri me të. Rozi. E di se i nxorën dhe vetë. I nxerin ato, i nxer opinionisti, i nxer dhe këto kujtojnë se nuk shifen. Kujtojnë se ka vetëm prime. Unë e di se çfarë bën Rozi kur rri me të. Dhe për këtë arsye kam shku dhe i kam thënë, Danja, i kuptojnë qëllimet e njerëzve që të rinë afër? E kuptoj shumë mirë. Unë jap përgjigjet e mia. Natën e mirë, ti edhe më inteligjente se unë, madje i kam thënë. Unë mësoj nga ti. Dhe realisht, kështu ka qenë. Kështu dhe Rozit, me. E ka si situatë, qa është karta ime në mëngë, po, të prishëm me këtë që po rri. Me këtë po rri aktualisht me Rozin, po, kur dhe më duhet kjo, mbase mas një javë. Jo, se di unë marrëdhënien tonë, se kam besuar asnjëherë që ishte kështu. Ta them sinqerisht. Po e bëri me mua, e bëri me Lorën. Asnjëherë dhe prandaj shpeshherë, edhe që mos t'ja përdornin që ty po të përdor regli ose ndonjë gjë, prandaj nuk i ndërhyja me kërrinte me kësrinte. Mbaronte me Rozin. E prisja sikur s'kishte ndodhur asgjë. Po zemër, një çfarë do bëjmë për vask? Bëjmë vask. Çfarë do bëjmë hambuk? S'më intereson mua se ti po rrim atë që unë zihem. Ti ke drejtën tate. Po normal, e lirë, po e lirë më një 30 vjeç. Ti do me ndej të ri. Po tjetër, është mbi shpatullat tuaja, ti e mban si absolutisht në ndërgjegje, normal. Po ama kujdes, se ajo këtë gjë donte. Se që në